Po, në rrethin e Gramshit, në njësinë vendore të kujdesit shëndetësor Gramsh, ka filluar fushata e vaksinimit sezonal 2025-2026, nga data 22 shtator 2025. U morë furnizimi nga Instituti i Shëndetit Publik me dozat e planifikuar 3500 doza dhe nga ajo ditë filloi shpërndarja e vaksinave në të gjitha pikat e vaksinimit, në 7 pikat e vaksinimit, në 7 qendrat shëndetësore të rrethit tonë dhe në spitalin e rrethit tonë, që në spital vaksinohen mjek i fermierë. Ndërsa përfitojnë nga ky sezon i vaksinimit antigrip, punojësit e shëndetësisë, gratë shtatzanat, sëmurët kronik, të sëmurët me sëmundje kardiovaskulare dhe me sëmundje pulmonare, plus punojësit e policisë dhe sipas vlerësimit të mjekëve të familjes. Deri tani janë aplikuar gjithsej 2692 doza vaksine, deri dje. Nga 3500 që kemi të rrequr nga Instituti i Shëndetit Publik, deri dje në datë 9 janë vaksinuar 2692. Fushata vazhdon deri në mars të vitit 2026. Deri tash s'ka patur problematika dhe ecuria ka qenë e mirë për rrethin tonë, nga të gjithë personeli shëndetësor që merren me këtë punë, mjek i fermierë. Dje që jemi në stinën e vjeshtës, në sezonin e virozave respiratore dhe vaksinimi ndaj influencës ka nisur me ritme të kënaqshme në qendrën tonë. Fillimisht është bërë vaksinimi gjithë stafit mjekësor, pastaj kemi filluar me popullatën kryesisht me të sëmurët kronik, me ata që vuajnë nga sëmundjet më të shpeshta kardiake, respiratore, diabeti, gratë shtatzane, dhe ndërkohë kemi filluar edhe vaksinimin e mësuesve dhe policëve.